Vëllezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, jemi në një muaj nga muajt e shenjtë të Allahut. Jemi në muajin Dhul Qa'da, që në kalendarin islam është muaji 11. Ky muaj ka specifika dhe është të quajtur me këtë emër Dhul Qa'da, sepse arabët më herët, ata kur kishin lufta dhe kishin ndoshta probleme të pastrimit të hesapëve, mirë po kur vinte muaj Dhul Qa'da, muaj të cilët janë të shenjtë, ata e ndalonin luftën. Ata i pushonin armët e tyre duke e shenjtruar këtë muaj. Ku më pas dhe Allahu Azza wa Jall e përmendi në librin e tij dhe tha Allahu subhanahu wa taala: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Ta Allahu Azza wa Jall, numrimi i muajve të Allahu Azza wa Jall është 12. Prej tyre janë 4 të shenjtë. E para prej tyre, vëllezër të nderuar, është muaji Dhul Qa'da. Nga specifikat e këtij muajit, pejgamberi alayhi salatu wassalam në jetën e tij i kishte kryer vetëm se 4 umre. Dhe të gjitha këta umre në jetën e tij i kishte kryer në muajin Dhul Qa'da. Dhe dietarët thonë se ky muaj është specifik, pasi që pejgamberi alayhi salatu wassalam e veçoi këtë muaj që të kryen umre. Dhe se thonë dietarët, Allahu Azza wa Jall nuk e inspiron një pejgamber të tij, por se në kohën që është më e veçantë, më e vlefshme dhe më e përshtatshme për ta bërë një ibadet, ai ibadet të cilën e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam është në Dhul Qa'da. Haxhin e parë të cilën e ka bërë dhe është haxhi i fundit lamtumirës, umrën, si thënë dietarët, e ka filluar prej në muajin Dhul Qa'da dhe e ka vazhduar në ihram derisa e ka kryer dhe e ka pas kurbanin me vete, që e ka quajtur Hajjatul Wada, haxhi i lamtumirës. Pra thënë dietarët, herën e parë kur e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam umrën, ka qenë në Hudejbije, pas Hudejbijes. E çka do të thotë Hudejbije? Hudejbije është kontrata të cilën e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kontrata e paqes. Atë vjet, pas kontratës së paqes, në muajin Dhul Qa'da e ka kryer umrën e parë. Dhe në vitin e ardhshëm tjetrin, po ashtu e ka kryer umrën në Dhul Qa'da. Pastaj e ka kryer umrën pas luftës së Hunenit, të cilën po ashtu e ka kryer në Dhul Qa'da. Dhe dietarët kanë rënë në polemikë se cila është koha më e përshtatshme dhe shpërblimi më i madh në kryerjen e umrës, pasi që ka një hadith tjetër që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: kush e kryen umrën në Ramazan e ka shpërblimin sikur ta kishte kryer me mua bashk. Do të thotë shpërblimi shumë i madh. E disa dietar tjerë thonë jo, pasi që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka kryer në Dhul Qa'da. Dhul Qa'da është koha më e përshtatshme për ta kryer, do të thotë, këtë ritual të madh e cila është umreja. Po ashtu Dhul Qa'da është edhe muaj nga muajt e shenjta dhe është nga muajt e haxhit. Pasi që këtë muajt e shenjt që janë 4 nuk janë muajt e haxhit. E kurse Dhul Qa'da dhe Dhul Hijja janë muajt e shenjt, po ashtu dhe janë muajt e haxhit, ku haxhi fillon prej Sheval, pastaj një muaj i cili është Dhul Qa'da dhe 10 ditët e para të Dhul Hijjes, këta janë muajt e haxhit. Këta janë muajt e haxhit ku njeriu niset për në haxh, përgatitet të shkon në haxh për ta kryer haxhin dhe nuk ka mundësi ta kryen haxhin vetëm se në këta muaj që e ka caktuar Allahu Azza wa Jall, muajt të cilët janë muajt e haxhit. Pastaj ky muaj
është aq i shenjtë sa që edhe mushrikët e Mekës kanë pasur muaj i sigurisë, muaj i paqes që ata nuk kanë bërë luftra. Dhe nëse kanë pas ndonjë hasmëri apo ndonjë pastrim të disa llogarive, e kanë afatzuar jashtë muajve të shenjtë. Pse? Sepse ata e kanë ditur se ky muaj është një muaj i shenjtë që Allahu Azza wa Jalla ka madhruar, dhe kjo ka qenë regjistruar edhe në tek pejgamberët e mëhershëm, edhe tek Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Për atë tha Allahu Azza wa Jalla: minha arba'atun hurum, prej tyre 12 muajve janë 4 të shenjta. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: sanatun 12 shahra, viti ka 12 muaj, prej tyre janë 4 të shenjtë, thalatha mutawaliya, janë 3 muaj të ngjitura njëra pas tjetrës. Ajo është Dhul-Qa'da, është Dhul-Hijja dhe është Muharram. Dhe pastaj është një muaj i ndam, i cili është muaj Rajab, është bejnë Jumada wa Shaban, është mes muaj Jumada dhe Shaban. Ky muaj është i ndam. 3 muaj janë të bashkuara, e një muaj është i ndam. Të bashkuara është ky muaj të cilët jemi në Dhul-Qa'da, pastaj është Dhul-Hijja, është pastaj muaj i parë i kalendarit Muharram, dhe pastaj është muaj i cili është muaj i Rajab. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i këshilloi besimtarët që ta shenjtrojnë dhe ta madhërojnë këta muaj dhe të jenë të vigjilent që mos të bëjnë mëkate në këta muaj. Për ata tha Allahu Azza wa Jall, tha inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Allahu Azza wa Jall i ka zgjedhur 12 muaj, ka numëruar gjatë vitit. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, prej ditës kur i ka kriju qiellin dhe tokën, e ka krijuar dhe kohën dhe muajt dhe i ka shëntruar. Ka thonë prej tyre minha arba'atun hurum, prej tyre janë 4 të shenjta, dhe ka thonë dhalike dinul qayyim, kjo është feja e drejtë. Është feja e drejtë, feja e cila respektohet, feja e cila ndalohet nga dalesat e Allahut, dhe Allahu Azza wa Jalla po thotë fala tadhlimu fihinna anfusakum. E përmend, e veçon me diçka, thot Allahu, mos i bëni padrejtësi vetit tuaj, mos i bëni zullum vetit tuaj. E dietarët kanë thonë, zullumi i parë dhe mëkati më i madh është mëkati i shirkut, i dhujtarisë. Pastaj mëkatin të cilën e bën vetë njeriu ngarkohet në këtë muaj. E nëse ngarkohet njeriu në këtë muaj me gjunohe dhe mëkate, nuk është njësoj si të ngarkohet jashtë këtyre muajve. Haramët, ndalesat janë si në muajt e shenjtë, po ashtu dhe jashtë muajve të shenjtë. Mirë po në muajt e shenjtë janë mëkatët më të rënda, janë gjunohet më të mëdha. Pse? Sepse është vend i shenjtë, sikur njeriu ta kryen një vepër të ligë jashtë xhamisë, edhe ta kryen një vepër të keqe brenda në xhami. Apo ta kryen një mëkat midis qabe. Zinaja është mëkat shumë i madh, e paramenon të bën zina në qabe ose në xhami. Është mëkat dhe më i madh për shkak shenjtrimit vendit. E shenjtrimi i këtyre kohëve është njësoj si shenjtrimi i vendeve. Vendet janë të shenjta, po edhe kohët janë të shenjta. Prej këtyre është muaj të cilën jemi në Dhul-Qa'da. Edhe është muaj i shenjtë dhe mëkati është shumë i rëndë dhe shumë i madh. Po ashtu kanë thonë dietarët, edhe sevapi në këtë muaj është shumë fishuar dhe është shumë i madh. Njeriu nëse e kryen në muajt e shenjtë, kryen adhurime dhe ibadete, këto i peshojnë më shumë në ditën e Kiametit se i ka kryen në muajt e shenjta. Po vëllezër të nderuar, për atë pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe e vërtetoi këta në mesin e sahabeve, kur ata e pyetën pejgamberin alayhi salatu wassalam, tha: "Yes'alunaka 'ani ash-shahril harami qitalun fi." Po të pyesin ti o Muhammed, në muajt e shenjtë a ka luftë? Kul qitalun fihi kabir, tha thuaj,
se në muajin e shenjtë lufta është një gjuna për gjunoheve shumë të mëdha. Normal që mbytja dhe vrasja është gjuna i madh. Mirë, po në muajt e shenjtë është edhe më e madhe. Kul qitalun fihi kebir është një nga mëkatet e mëdha, dhe për ata thot, edhe nëse e shifshin hasmin e tyre, edhe nëse e shifshin atë vrasin e prindit të tij, ata nuk merrin një hap që të bëjnë ndonjë gjest për shkak se e dinin se është muaj i shenjtë dhe e afatzonin. Po ashtu, ky muaj veçohet edhe me një specifik tjetër, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam i udhëzoi sahabët që të përgatiten për të shkuar në hax. Përgatitja është prej në Dhul Qa'da dhe është shenjtrim i madh i obligimeve të Allahut. Thot Allahu azza wa jall në një ajet Kur'anit: "Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Kush i shenjtron këta muaj të Allahut dhe simbolet e Allahut, kjo është një nga shenjat e devotshmërisë që ka në zemrën e tij. Pra, nëse ne i shenjtrojmë muajt e Allahut, ne me automatizëm e kemi madhru Allahun azza wa jall, për shkak se Allahu na ka urdhëruar që të shenjtrojmë këta muaj. Dhe nëse njeriu i shenjtron këta muaj, kjo është argument, alamet, është shenjë që ka devotshmëri në zemrën e tij. Kështu po thot Allahu azza wa jall. Po ashtu vëllezër të nderuar, edhe luftat që treguam që ka qenë kontrata e parë me muslimanët paqe, ka qenë në Dhul Qa'da. Po ashtu Allahu azza wa jall kur e ka thirrë Musa alayhis salam në takimin e parë për t'ia shpall Teuratin, dhe dini se Teurati ka zbritur i gatshëm, i shpall nga ana e Allahut azza wa jall, e thirr në Turi Sinin, ajo do të thotë ka qenë në muajin ku? Në muajin Dhul Qa'da. Po ashtu, vëllezër të nderuar, ky muaj është specifik se në këtë muaj besimtari duhet ta ruan namazin e tij. Pse ai i cili e ruan namazin e tij në kohën e tij në xhami është nga madhrimi i dispozitave të Allahut azza wa jall, sidomos në këtë muaj. Dhe po ashtu dietarët thonë që besimtari, çdo musliman, e ka obligim t'i din muajt e kalendarit islamik, të hijrit, sepse të gjitha dispozitat e fejes lidhen me kalendarin islamik. Kur është muaj Ramazanit, dhe kur janë bajramat, dhe kur janë disa ditë të zgjedhura, sikur agjërimi i ditëve të Muharrimit, edhe ditëve të Dhulhijhes, këta janë nëpërmes duke i shikuar kalendarin islamik. Dhe është do të thotë prej rregullave fetare që t'i dim dhe muajt e kalendarit islamik, edhe pse neve na imponohet që ne të i mësojmë kalendarin gregorian që jemi duke jetuar në mesin e numrimit të viteve, ashtu si që në emrojnë evropianët dhe ku jemi në mesin ton, mirë po duhet i kemi parasysh të mësojmë edhe muajt e hijrit të kalendarit islamik, se në përmes tyre i mësojmë dhe i njohim kohët e adhurimet të Allahut azza wa jall. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu azza wa jall na forcon në fenë e tij, na shton besimin, imanit, na shton diturinë, na i shton veprat e mira këto muaj të shenjtë, na ruan nga çdo e keqe, nga ruan nga çdo zullum, padrejtësi që është cek në këtë ajet, dhe të na bën besimtar të devotshëm që të jetë i kënaqur Allahu me ne. Allahumma amin.